Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, studio emisioni frontal me shumë informacione që e kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe biseda në studio dhe lidhje direkte. Ministri në detyrë i mbrojtjes së Jup Maqedonisë ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje atje ai është ndëruar me një çmim dhe besoj që pas pak do të kemi një lidhje direkte me të për të kuptuar pra rëndësinë e këtij çmimit dhe emocionet që kanë përcjellë në momentin kur është dekoruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim për exit pollet, të cilat kësaj radhe siç duket nuk kanë qenë të sakta, ka pasur dyshime dhe gjithçka tjetër. Dhe për këtë arsye, në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me sociologun Fadil Maluku për të kuptuar pra exit pollet, si bëhen ato dhe sa mund të jetë marsha gabime, për shkak se ka pas gabime të shumta, të cilat me herët nuk janë ndeshur, mi për kësaj radhe ka ndodhur diçka. Në anën tjetër, sa i përket Mitrovicës dhe pikërisht atje ku e kanë dështuar exit pollet, tashmë është konfirmuar për Gazetën Ekspres se ka nisur hetimet sa i përket mundësisë së keqpërdorimit të votës atje. Do të kemi edhe shumë informacione përpara së gjithash titujt kryesor. Përmbyllet numrimi i votave për kandidat për kryetar, KQZ probleme me sistem për numrimin e votave për asambli komunale. Kurti thotë se së shpejti nis bisedimet për qeverinë e re, PDK e AK kundër koalicionit me vetëvendosje nis me gatshme për një kusht. Danush Ademi akuzon bashkëfshatarin dhe dikur bashkëpartiakun Qazim Ramanin se rrahën ditën e zgjedhjeve këtë fundit më hënë. OVL e finalizojnë përgatitjet për protestën e Tiranë, 60 autobus nisën nga Prishtina, protesta kundër speciale. Emisionin frontale e nisim me numërimin e votave për kandidatët për kryetare, po ashtu edhe për asambli, mirë po në Prishtinë, po Dujevë dhe në Klokot, mëngjesin e së martës, është ndaluar numërimi e votave për asamblestët, pasi sipas KQZ-s për shkak të rritit të dobët, i cili pamundsoi transmetimin e pamjeve për vëzhguesit në televizor. Kutit janë plot me flet votime, por salla që duhet të zhurmonte nga numrimi i tyre është bosh. Në qendrën komunale të numrimit në Prishtinë, të martën prezent ishin vetëm teknikët që po përballeshin me një pengesë teknologjike. Sistemi elektronik që siguron transparencën e procesit kishte ngrirë. Aktualisht ora është 10:30 dhe këtu në qendrën komunale të numrimit në Prishtinë ende nuk ka filluar procesi i numrimit të votave për asamblestët këtë martë. Kjo sipas KQZ-s po ndodh për shkak të rrjetit të dobët, i cili po e pamundson transmetimin e pamjeve për vëzhguesit nëpër ekranet e televizorëve. Nga salla 1 tetori ku është vendosur qendra, televizionit të shtatë mësoi se problemi pritej të zgjidhej deri në orën 12. Megjithatë, ora kaloi dhe procesi nuk u rifillua deri në orën 17 kur KQZ-ja caktoi edhe një konferencë për media. Një vonesë e tillë nuk ishte vetëm problem i Prishtinës sipas Komisionit Qendror Zgjedhor. Në disa qendra komunale të numrimit si në Prishtinë, Podujevë dhe Klokot, ky proces nuk është duke zhvilluar aktualisht për shkak të rrjetit të dobët të internetit, i cili po pamundson transmetimin e pamjeve në televizorët apo ekranet për vëzhguesit. Ekipet e KQZ-s janë duke punuar që ky proces të fillojë sa më shpejt edhe në këto QKN dhe për këtë KQZ do të njoftojë me kohë. Në anën tjetër, në Lipjan gjithçka po ecte me ritëm normal. Gjatë qëndrimit të shtatë atje, menaxheria e qendrës konfirmoi se procesi po zhvilloi pa asnjë pengesë dhe kutit po numëroheshin sipas planit. Sipas vlerësimeve të tyre, procesi i numërimit pritet të përfundojë më së largu të premten. Ndërkaq të dhënat e KQZ-s para ditën e së martës thonë se në Prishtinë janë numëruar 94.78% e vendvotimeve, derisa në hënë të Elezit, numërimi dhe verifikimi është përmbyllur të hënën në mbrëmje. Nëse problemet të mëhershme janë të i kaluar, tash do të lidhem me Valmir Elezin nga KQZ për të kuptuar më shumë. Rezultate. A ka ndonjë pyetje? E thashë në fillim do të thotë se procesi është duke zhvilluar në të gjitha qendrat komunale të numërimit, së fundmi ka filluar do të thotë edhe në komunën e Prishtinës, Podujevës dhe Klokotit.
Po punohet hap pas hapi në shumë prej tyre, po thoj se më shumë se gjysma atyre veç se janë funksionale që nga ora 16 dhe pastaj edhe pjesa tjetër në ndërkohë. Në bazë të dinamikës e cila është duke zhvilluar edhe në komunat e tjera, nga ky numër i përgjithshëm i vendvotimeve të cilat i prezantova, mund të vërejë se procesi po shkon mirë, me një ritëm të mirë dhe besojmë që do të arrijnë afatet që parashihen me letë shumë sa i përket edhe organizimit të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. A ka ndonjë pyetje tjetër? Faleminderit dhe jemi në kontakt. Faleminderit. Ishte Valmer Elezi, pra zëdhënësi i KQZ-s, ndërkohë mbesim ende me zhvillime rreth zgjedhjeve, mirë po edhe me dyshimet për keqpërdorimet të votave. Policia e Kosovës ka nisur grumbullimin e informatave lidhur me keqpërdorimin e mundshëm të votave në komunën e Mitrovicës së Jugut. Lajmin për Gazetën Ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi i prokurisë themelore të Mitrovicës, Valon Preteni. Policia është duke grumbulluar informatat lidhur me pretendimet për keqpërdorim të votave në këtë lokacion, ka thënë Preteni. Në këtë komunë shkuan në balotazh kandidati i PDK-s Arjan Tahiri dhe ai vetëvendosës Faton Peci. Pas publikimit të rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dje në opinion u shfaqën disa pretendime për keqpërdorim të votash në këtë komunë. Janë duke u merur edhe me një akuzë që ka bërë Danush Ademi, i cili e ka akuzuar dikur bashkëpartiakun e tij Qazem Rahmanin, i cili sipas tij e ka rrahur atë në ditën e zgjedhjeve. Të drejtën e votës vendosi ta ushtroi rreth orës 16 së dielës, por më njëherë pasi doli nga shtabi Partisë Unioni Republikan i Ashkalinjve në Dubrov të Ferizajt, kandidati për asamble Danush Ademi u përball me disa persona. Sipas dëshmisë së tij, ai u sulmua sapo kishte dalë nga vetura, ndërsa në vendngjarje Ademi ka identifikuar se sulmuesit ishin familjar të rivalit të tij politik Qazem Rahmani. Dhe ata i kompon në mënyrë të organizume, planifikume kanal për në mëna sulmu. Iniciatori i parë i këtyne ka qenë Sulejman Ramoni, baba i Qazem Ramoni. Unë isha që u zboti shka një planifikim një tur për 50 vetëve. Këtë shtopi ti komplet. Ish nën kryetari i komunës së Ferizajt pretendon se sulmi ishte planifikuar që qytetarët të mos delnin të votonin. Qëllimi i tyne o ka neve më në ndërprej fushatën. Që na mës me që votus në përvend votime. Mës me shku votus të tonë me votu. Qëllimi o kone, dhe kanë arrit qëllimin. Se asnjë votus prej 4 orë e 10 minuta nuk ka dalë më me votu. Se një konstacion policisë. Ata e kanë ditë çka fundon me liderin e tyne. Në anën tjetër, sipas versionit të palës tjetër, dyshohet se erdhi pas provokimeve të pretenduara të Ademit. Zoti Danush Ademi në mrena në fshat me ka provokuar, me ka ndaluar, me ka shoh fëmijët, gratë, vorret, nanën, babën dhe gjithçka çka është e ulët për një njeri. Dhe unë ju kum dalë me fjalën se është jo mirë kjo kulturë të cilën po e bën. Kryetari i Partisë Demokratike të Ashkalinjve të Kosovës shprehet se ai personalisht ka telefonuar policinë dhe s'ka qenë fare në dijeni për incidentin. Unë e kam njoftu policinë për ato që shka ka ndodhur, sepse më tha mas orës 7 nuk jeton dhe kjo është e papranueshme ky ofendim. Pastaj unë e kam lëvizur në drejtim për të shkuar në shtab, përderisa unë kam shkuar në shtab, familjarët e me kishin kuptuar këtë sharje dhe pastaj ishin kacafyt me fjalë edhe më herët dhe aty kanë qenë një shtyrje me styre. Të shtatë ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga prokuroria themelore nëse është marrë ndonjë masë ligjore për ndonjërin, por s'kan kthyer përgjigje. Danush Ademi dhe Qazem Rahmani, të dy nga fshati Dubrov, dikur ishin pjesë e subjektit politik Partia Demokratike e Ashkalinjve të Kosovës. Megjithatë, në zgjedhjet e fundit, ata vendosën të ndajnë rrugët duke u pozicionuar në parti të ndryshme politike.
Rezultati i zgjedhjeve ka sjellur një realitet krejt tjetër në komunat veriore të Kosovës, të cilat për më shumë se 2 vite ishin udhëhequr nga kryetar shqiptar, me serbët kishin refuzuar që të marrin pjesë në zgjedhjet që ishin organizuar atje. Kurse tash kur serbët kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, madje në numër shumë të madh, atëherë këto komuna detyrohen të udhëheqin serbët. Ndonë se qëndroi për 6 muaj i ngujuar në objekt, nuk pati sukses në zgjedhje. Mirë po minjëherë pas disfatës në Leposaviç, kryetari Lulzim Hetemi hapi konkurs për 12 vende të reja të punës në komunë. E ani pse u kontaktua disa herë nga televizioni 7 gjatë ditës, nuk ishte i gatshëm të sqarohej për këtë vendim pak para lirimit të detyrës. Një lloj si ky humbi në zubin botok edhe kryetari aktual Izmir Zeqiri, i cili vinte nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Teksa foli rreth punës së tij mbi 2 vjeçare në atë vend, u shpreh i lumtur për atë se çka arritën brenda pak kohësh. Që kemi prunë në një klim demokratike ku qytetarët njihen të lirë dhe për të jetuar dhe vepruar. Do të thotë na tregon fakti i daljes në zgjedhje që në histori non subjekte edhe non garues për këtar kanë qenë në zgjedhje. Tash me rikthimin e listës serbe në udhëheqje të Zubin Potokut, Zeqiri megjithatë nuk pret ndryshime sa i përket respektimit të institucionit. Edhe Miloš Perovići, edhe gjithë lista serbe, edhe secila listë, edhe secila parti, individ apo grupacion, në qoftë se nuk e respekton protokollet, normat ligjore, atakohet me ligjin. Edhe duhet atakohet me ligjin, edhe masa duhet i merr ligji. Sepse nuk kemi të drejtë, domethënë si masteke nuk ka kërkun but. Një lloj humbën edhe Ilir Peci në Zveçan dhe Erden Atić në Mitrovicën e Veriut, por nuk ishin të qasshëm gjatë së martës. I gatshëm për të deklaruar ishte kandidati tjetër për kryetar në Mitrovicën e Veriut, Betim Osmani, që vlerëson se megjithatë rol më të madh ka ekzekutivi se sa kryetari. Veriu i Kosovës nuk ka pas probleme me kryetarët e komunave, besoj që këta. Kryesorja ka qenë që nuk ka funksionuar sistemi shtetëror në veriun e Kosovës, edhe kjo është arritur, shpresoj që qeveritë tona, secila që vjet do ta implementojë. Ne kemi si qytetarë të veriut kemi kërkesa të shumta për institucionet tona qendrore, ku kjo do ta lehtësonte edhe jetën e të gjitha komuniteteve në veri. Në zgjedhjet e 12 tetorit, lista serbe fitoi pa balotazh në të gjitha komunat me shumicë serbe përveç Kllokotit. Flasim tash për përpjekjet për krijimin e qeverisë së re e dalur nga zgjedhjet e fundit që janë mbajtur para 7-8 muajve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se shumë shpejt do të nisin bisedimet për qeverinë e re. Mirë po, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Armërinë e Kosovës janë kundër koalicionit me lëvizjen vetëvendosje. Nisma është e gatshme për një koalicion, por ka një kusht. Para 3 ditësh e mori mandatin nga presidentja e Kosovës. Mirë po, tek pas 8 muajsh nga zgjedhjet e 9 shkurtit, Albin Kurti hyri në afatin 15 ditësh për formimin e qeverisë së re. Ndonë se për krye parlamentar u pa për 58 herë rresht që nuk i ka 61 vota, kryetari i LVV-s vazhdimisht pretendonte se do i përdor ato për ekzekutiv. E tash kur ka edhe pak ditë kohë, Kurti ende nuk ka komunikuar me askënd në parlament sa i përket kësaj çështjeje. Për shumë punë këtë ditë, analiza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim kontributet që kanë pasur fushatat nëpër komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për balotazhe. Andaj dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë. Sipas partnerës së vetëvendosjes Mimoza Kusari Liles, këta përjashtojnë veç 2 subjekte nga bashkëqeverisja, Partinë Demokratike e Listën Serbe. Dhe serbit që zgjodhen nën kryetaren Nenad Rashić deklaroi se preferon një koalicion me lidhjen demokratike. Megjithatë, LDK-ja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë theksuar se nuk lëvizin nga qëndrimet e tyre paraprake. Ne kemi thonë që në vazhdimsi kemi qenë për koalicion të partive ish opozitare dhe jo s'kemi qëndrim në asnjë formë, asnjë rrethon, kam thonë që shkojmë në koalicion me Albin Kurtin edhe këtu në parimin dhe do ju qëndrojmë.
E vetmja që shpreh gatishmërinë që të ulet e të bisedojë me partinë fituese është Nisma Social-Demokrate. Edhe sigurisht që nëse do të ketë një ftesë, na do të ulemi prapë me bisedu. Jena të përgjegjshëm për situatën politike dhe kena më përgjigj në bazë të rrethonave të reja nëse ka një vendimarrje të re. Vetëse kushti është i qartë, largimi i Dimal Bashës nga pozita e kryeparlamentarit. Mendoj që nëse fillohet ka me fillu me karta të reja, ka me fillu gjithçka nga fillimi, pra edhe konstituimi i kuvendit, edhe një kryetar tjetër i kuvendit, atë ulemi në tavolinë dhe bisedojmë për një situatë të re politike. Sigurisht gjithmonë të mendu që vendi ka nevojë shumë urgjente për krijimin e institucioneve. Sipas Izmakut, lideri i partisë Fatmir Limaj është i duhuri për të udhëhequr institucionin legjislativ. E një bashkëpunëtor tjetër Albin Kurtit, pra Nagib Krasniqi, është paraqitur sot në gjykatë si dyshuar për korrupsion, mirë po seanca nuk është mbajtur për shkak se ka munguar dëshmitari. Me kohu paraqit në sallë, në hapësirën brenda gjykatës themelore të Prishtinës, i akuzuari Nagib Krasniqi ul pra mbrojtësit të tij ligjor. Për dallim prej tyre, këtu do të mungante dëshmitari i radhës Skender Muçolli. Ai mban pozitën e udhëheqësit të Departamentit të Tregut të Energjisë pranë zyrës së rregullatorit për energji. Rreth 15 minuta më vonë se ora që u caktua për fillimin e seancës, trupi gjykues u paraqit në sallë. Gjyqtari Arben Hoti bëri të ditur se dëshmitari s'do të jetë prezent. Për seancën e sotme, ashtu siç i kemi paraportuar në raportin e mëdhetin, është paraportuar dëshmitari Skender Muçolli, i cili nuk është paraqitur në seancën. Hoti konstatoi se s'ka kushte për vazhdim, por e pati një paralajmërim. Konstatoj se nuk janë plotësuar parakushtet për fillimin e shërbimit. Vota me radhë shërbimi gjyqësor në të kundërtën me terminet të shkurtër për sjelljen në detyrim për një policë sekretare. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Kosovës, ish-kryeshefi i Kekut Nagib Krasniqi akuzohet për veprën penale, keqpërdorim i pozitës apo autoritet zyrtar. Seanca e radhës u caktua për ditën e njëjtë. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë kanë marrë vendim për të cilin i kanë vazhduar masën e paraburgimit ish-presidentit Hashim Thaçi në rastin ku bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqin akuzohen për krime lufte dhe krim kundër njerëzimit. Vendimi është marrë me datën 10 tetor nga trupi gjykues. Ky vendim u mor ani pse trupi gjykues ka konstatuar se ka mungesë e informacioneve që do të justifikonte konstatimin se Thaçi mund të ratiset nga drejtësia në rast se lirohet. Por i njëjti trup gjykues është i bindur se i akuzuari mund të pengojë procedurat e dhomave të specializuara dhe të kryejë krime ndaj atyre që perceptohen kundërshtar të UÇK-s, duke përfshirë edhe dëshmitarët që kanë dhënë ose mund të japin dëshmi. Po ashtu paneli ka konstatuar se asnjë prej kushteve të tjera alternative nuk mund të zbos mjaftueshëm këto rreziqe. Si rrjedhoi u konstatua se paraburgimi ndaj Thaçit edhe për 2 muaj të tjerë është i nevojshëm dhe i arsyeshëm. Në mbështetje të Hashim Thaçit dhe të komandantëve të tjerë të luftës së ushtrisë shlimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në Hagë, është duke organizuar një protestë madhështore e cila pritet të mbahet në Tiranë. Madje në këtë protestë, e cila do të mbahet në orën 17 në Tiranë, e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Dëgjuat në një fjalë për UÇK-n? Dëgjuat në një fjalë për Hashim Thaçin? Dëgjuat në një fjalë për poshtërsinë e akuzës për trafik qenies njerëzore? Drejtësi për krerët e UÇK-s që po mbahen në Hagë kërkon që nga momenti kur janë arrestuar. Kryeministri shqiptar për krajet çlirimtarëve u dha dhe me vizita në qendrën e paraburgimit në Hagë. E së fundmi Edi Rama do t'i mbështesë edhe nga sheshi Skënderbeu në Tiranë në protestën që do të mbahet më 17 tetor. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Jem të pritë sot apo nesër na lejmë për fjalëm. Nuk besoj se do të na refuzon fjalimin të paktën. Së bashku me Edi Ramën e me mira shqiptarë që pritet të marrin pjesë në atë protestë, do të organizohen edhe 60 autobus që do të nisen nga Kosova. Ne besimin në përfundim të organizimit, protesta na kanë meta 2 ditë, do të thotë që mund të punojmë, të premten do të mbahet protesta.
çdo sa nga shku në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne. Mendoj se numri qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat, e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve. Organizatat e dala nga lufta një kërkesë patën edhe për institucionet e Kosovës. Qeveria jonë është mirë më ndërpyer me këtë pyetje. Qeveria në detyrë, se s'është qeveria ende, po është në detyrë, më ndërpyer asaj deri më sot. Ata deri më sot s'kan dalë në mbështet, kështu që jo. Ju sa smonin protestën e 7 gushtit, s'ka dalë me një konferencë dini atëherë besoj keni më pyetje, që do të kanë të drejtë shoqatat e luftës protestojnë. Aja ka qenë fjala asaj që e fandit pa fjalë që ka thonë, po jo deri më sot s'kan dalë. Protesta mbarkombëtare do të mbahet me 17 tetor në orën 17 në Tiranë, ku do të bëhet thirrje për një gjykim të drejtë në Hag për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Një zyrtar policor në Klinë është penguar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare pasi kishte ndaluar një automjet të cilin po e voziste një shofer në gjendje të dehur. Janë të gatshëm të intervenojnë sa herë e kërkon puna. Por për të ruajtur sigurinë e qytetarëve, zyrtarët policorë ndonjëherë hasin edhe në pengesa. Hiç më larg se të hënën, një polic nga Klina u përballë me një rrezik gjatë kohës sa ishte në detyrë zyrtare. Kur ai ndaloi një automjet të dyshuar, shoferi i cili ishte në ndikimin e alkoolit nisi me vroll veturën dhe i shkaktoi lëndime trupore zyrtarit policor. Të hënën një zyrtar policor në Klinë është lënduar pasi kishte ndaluar një automjet dhe i dyshuari kishte ikur me vroll kur kishte kuptuar se duhet i nënshtrohej kontrollit policor. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, thotë se kjo ka ndodhur në orën 11 në rrugën Bill Clinton. Ditën e djeshme rreth orës 11 në rrugën Bill Clinton në Klinë, patrolla Gjersa ka qenë në pikë statike, ka ndaluar një veturë, ka kërkuar nga personi tregona posedon diçka të jashtëligjshme, vozitësi të thotë tani dyshuari më njëherë e ka mbyll drejtaren dhe vërllshëm e ka nis veturën, është larguar nga vendi i gjatë. Nga prokuroria tregoi se ai ishte në gjendje të dehur dhe pas arrestimit është dërguar në mbajtje për 48 orë. I dyshuari ishte në gjendje të dehur. Pas arrestimit, me urdhër të prokurorit të shtetit, është dërguar në mbajtje për 48 orë. Për të kuptuar rreth gjendjes shëndetësore të zyrtarit policor, televizioni ka provuar të kontaktojë me spitalin e përgjithshëm në Pejë, por të njëjtit nuk ishin të qasshëm. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për protestën e prindërve dhe nxënësve, të cilët kanë protestuar për shkak se ata kërkojnë kthimin e fëmijëve të tyre në shkollën Asim Vokshi. Shkolla Zenel Hajdini u shndrua sërish në lokacion proteste për prindrit. Këta janë të pakënaqur me vendimin që fëmijët e tyre nga shkolla Asim Vokshi të zhvendosen në këtë institucion arsimor. Vendimi për zhvendosin e tyre sipas prindërve është bërë pa u konsultuar me ta. Nuk janë plotësuar kushtet për mësim torditor, edhe mësimi torditor nuk ka filluar. Na si shqetësim kryesor kemi shpreh pasigurinë e fëmijëve tonë. Sipas tyre, rruga që fëmijët duhet të përshkojnë, po ashtu është shumë rrezikshme. Fëmijët tonë ka përcjellë në rrugën kryesore atje pothuajse magjistrale, që është shumë e frekuentuar, edhe kjo pjesa kënej ka të vinë është rruga shumë e ngarkuar, shumë e frekuentuar. Para disa ditësh është bërë një aksident, është aksidentuar një fëmijë shkel prej kerrit dhe në të ardhmen e kemi problem dhe kemi shqetësim shumë të madh. Dikush tjetër flet edhe për distancën e largët nga shtëpia në shkollë. Me detyru thjesht dikën me ardhë me marrë, na kanë ndrodhe neve jeta komplet. E ka mamin pensionera, ajo shumë e vjetër për me marrë fëmijën, nuk e di a mund arrindi këto, do të mi kalu disa rrugë. Prindrit paralajmërojnë se do të ndjekin rrugë ligjore për të kërkuar sigurinë e fëmijëve të tyre. Kthehemi në studion e emisionit frontal për të folur për zgjedhjet lokale, të cilat u mbajtën të pramten, mirë po para se të dihet rezultati i publikuar nga KQZ, rezultati preliminar, disa exit poll dolën dhe trazuan sidomos pjesën e Mitrovicës për shkak se atje
exit pollet të cilat u realizuan në ditën e zgjedhjeve konstatuan se ka një fitore bindëse të kandidatët për kryetar nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, me pas rezultatet e KQZ-s e treguan të kundërtën. Për të diskutuar për exit pollet dhe për gjithçka tjetër që ka të bëjë, përfshirë edhe gabimet, për shkak se u komentua shumë edhe për gabimet që janë bërë, nëse kanë qenë të qëllimshme apo jo, dhe për gjithçka tjetër, në studion e emisionit frontal me mua është sociologu Fadil Maluku. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal, sepse e kam pas patjetër të juftoj në studio për diskutuar për sondazhet që bën për exit pollet, për shkak se kanë shumë aktuale këto ditëve të fundit, sidomos nëse mund të themi një huqje, a mund të themi që u bën huqje apo jo, sidomos për Mitrovicën. Unë mendoj që është huqje, por çështja është a janë huqje të qëllimshme apo pa qëllimshme. Për shkak se fillimisht çka janë exit pollet? Exit pollet janë zbashku me sondazhet, por edhe metoda të tjera, të cilat në shkencat sociologjike përdoren si mekanizma për të hulumtuar mendimet, gjykimet, qëndrimet e qytetarëve në situata ndryshme për problemet e ndryshme, ekonomike, politike, sociale, kulturore, mandje edhe ushtarake kohëve të fundit, janë të praktikuar shumë. Ndërkaq që exit pollet për dallim prej sondazhet. Çfarë dallojnë exit pollet dhe sondazhet? Dallojnë për nga, si më thonë, qasja, qëllimi, edhe sondazhet mund të themi që janë më të sigurta në kuptimin që janë më të verifikueshme për shkak se punohen me ekipe në terren, përzgjedhet mostra, përzgjedhet ekipi, i cili është shumë me rëndësi ekipi, këtë ja shpjegoj edhe studentëve, është me rëndësi mostra, edhe përzgjedhja e cila nuk shkon me hamendje, edhe ekipet edhe grupet të cilat përzgjidhen nga ata që dojnë me bo sondazhe, qoftë në për institucione shtetënore apo private, që tash kemi edhe sektorin privat, ata i kushtojnë shumë rëndësi ekipeve, menaxherit, mbikëqyrjes, mostrës, për shkak se janë shumë të lëndueshme në rast se nuk përcaktohen këta parametra. Atëherë shkolla e devijimit mund të jetë e madhe dhe mund të sjellë pasoja pasaktësi, mund të zhvillojë edhe huti tek opinioni publik kur bëhet promovimi i këtyre rezultateve. Kështu që po flas edhe prej një këndvështrimi të një përvoje të gjatë që e kam me sondazhe, dhe me thonë, ndërkaq unë ligjeroj edhe lëndë tjera, metodat tjera, analiza e përmbajtjes, që është një metodë pashtë shumë e sofistikuar, që mund të na jap në vija trasha, dhe me thonë, mendime, gjykime dhe qëndrimet qytetare lidhur me problemet e ndryshme. Ndërkaq exit polli është një metodë e cila është shumë me lëndueshme. Preferohet nëse po ashtu është, si me thonë, me përkushtim shkencor, me një kredibilitet theksuar menaxherial, është shumë mundësia për të deformuar ky opinioni, mendimet, qëndrimet dhe gjykimet e qytetarëve, për shkak se bëhet për një ditë. Dhe është mundësia për të deformuar perceptimi i qytetarëve për shembull tek ne që kemi pas rastin e votuesve, është shumë e madhe. Edhe nëse nuk bëhet me përkushtim, nuk bëhet me një metodologji të theksuar edhe shumë të sofistikuar. Qysh do të më kanë kjo metodologjia? Do të thonë, exit polli marrët zhvillohet kur të kryhet votimi. Dhe dalin qytetarët, përzgjidhen, edhe këto është shumë me rëndësi. Qysh përzgjidhen që ata qytetarë? Kjo është me rëndësi, për shkak nëse e kem qëllimin gjallëzor, ne mund të bëjmë përzgjedhje të gabuar, për shembull, edhe mund të fitojmë rezultate të cilat kanë qëllime që po... Për shembull, ky anketuesi shkon te një qendër e votimit, apo? Po. Edhe qysh i zgjedh ata? Votuesi voton, edhe tashti mbaret që i ka instruksionet ky që bën... Po flasim për një proces normal pa ato djallëzit. Dakor. Pra, votuesi voton edhe del prej vend votimit,
Ndërkaq ky punëtor I cili e bën anketimin, ai edhe aty është një metodë shumë e sofistikuar. Duhet bëhet një 3, një 7, një 12, një 15. Varet qysh e ka, se me thonë, si e ka bëj menaxheri kryesor, arkitekti kryesor, edhe ai ka në dorë krejt që I fut. Pra, le të themi çdo I tretë votues. Për shembull, çdo I tretë. Nëse ky e bën çdo të katërtin, çdo të shtatin, e lun këtë farë mostre, atëherë një metodë mos zbatuar në një anketë. Absolut. Është një metodë e cila është shumë e sofistikuar, edhe mund thash në fillim, edhe prapë po e ripërsëris, mundësitë për ta deformuar qëndrimin, mendimin, perceptimin, si këtu është performancën e qytetarëve, votuesve potencial, është shumë e madhe me exit poll-e. Exit poll-et, ajo që është më e çuditshme që e kam vret, jo vetëm unë që mirën profesionalisht me këtë punë, por dhe shumica edhe gazetarëve dhe njerëz kompetent që mirën e kanë huq. Të 3 interesant është të 3 këto kompani. Po, do të flasim për këto 3 kompani, por do të flasim fillimisht për metodën se si bëhet ky exit poll. Domethënë, le të themi, është vendosur që çdo I tretë votues mu pyet. Ai pyetet a votove ka nevojë. I bëhet zakonisht një pyetje, nuk I bëhen më shumë. Për shembull, ai masi që ka votues, se ideja e exit pollit është që votuesi kur voton është më, si me thonë, më I lirë në artikulimin e qëndrimit edhe të mendimit vet. Po edhe këtu ka analizat shumëta që kanë vërtetuar se qytetari që del prej vendvotimit, varet edhe prej disponimit, nëse ka një disponim, për shembull, ka një disponim më të gëzueshëm, mund t'jap një qëndrim të vetin të sinqert, lun pak edhe sinceriteti, po në këtë sinceritet lun rol shumë edhe moderatori I cili ofrohet edhe I bën, se nëse ti I ofrohesh me një autosuggestion për një subjekt caktu, se më thonë a votove për filan partinë. Po, gjasat janë shumë për më devijue exit poll edhe në finale mund të devijon edhe krijohet një perceptim I rrejshëm, mund të jetë I qëllimshëm. Unë sot kam bërë një prononcim me identifiku çto në roza, se si mund të dalin nëse janë exit pollet e qëllimshme, kanë qëllim për me deformue performancën e qëndrimeve, mendimeve dhe gjykimeve të qytetarëve, atëherë ushtrohet kjo. Edhe do të thonë vazhdohet edhe fitohet, në finale fitohet një percepcion I gabuar. Po, veç na po flasim për një qasje drejt, pa një tendencë të caktuar se si do të më bëni exit poll. Ti marrë Mitrovicën. Për shembull, sa anketues do të më kanë për shembull për Mitrovicën po flasë. Po shiko, unë po flas, përvoja ime është për shembull Prishtinën me 1000 përshëndazhe, me 1000 ekzemplar, me 1000 pyetësor, 1100 pyetësor, unë mujmë dej 98, dej 99, marzha nuk jetë plus minus 1-2. Qështë do të më shpërndatu, për shembull, a shkohet, se më thonë, në një qendër të votimit, a shpërndohet, a ka... Se ka dallim, thash, sondazhe ka një tjetër përcaktim të metodë, janë shumë më të sigurta, sondazhet, se sa exit pollet. Edhe përparësia e sondazheve është se sondazhet edhe me ligj tonë, me ligjin zgjedhor, edhe me ligjet që në kodër të kushtetutës, brenda një jave mund të organizohen sondazhe dhe mund në vija trashat të shihet performanca në oncat se ka do të shkon trendi I votimit, ka cili subjekt në vija trasha. Mirë po, në një moment caktuar, në këtë dinamikën të cilën po jetojmë ne, ka shansa që ky mund të deformohet. Unë po japi një shembull në zgjedhjet amerikane, që është një traditë, si me thonë, një demokraci me traditë gjatë, edhe me organizimet kësaj natyre të jashtëzakonshme, se atje është në pyetje kredibiliteti, kompetenca, dhe me thonë saktësia, këto e luajnë shumë rol edhe njerëzit edhe menaxherët e kompanive që I kanë
në posedim këto organizata janë shumë të vëmendshme dhe të kujdesshëm që mos po e devijojnë. Në vitin 2021 kur u zgjedh Donald Trumpi, po japi një shembull shumë thjesht. Të gjithë një alamet profesori, këtë ja shpjegoj edhe studentëve, ka bërë sondazha dhe gjithmonë ka qenë i saktë. Në fund, një javë para se me bëjt zgjedhjet, votimet, ai e parashet që do të fitoj kandidatja demokrate Hillary Clinton. Në atë kohë, në vitin 2021 ende, në atë kohë vetë sa kishte filluar këtë trendi i rrjeteve sociale edhe ty në funksion. Ekipi i Trumpit e kuptoj këtë sens, për shkak se me ligj, edhe atje një javë ditë para se me ndodhë votimi nuk mundet me lëshuën në prognoza. Këtë hapësinën prej një javë dite, kur u lansuan rrjetet mediat sociale, Instagrami, Facebooku, sidomos, ata e përdorën këtë. Edhe, çka është më interesant, e përmbysën në oncën që e kishte kriju, për shembull, kandidatja demokrate Hillary Clinton, edhe fitoi Trumpi, e dim të gjithë në vitin 2021. Edhe profesori, pastaj më kujtohet se sot dolin CNN edhe tha, përkundër 30 vjet, që gjithë një e ka qenë, një alamet profesori sociolog i shquar, John Hodgson, më duket e ka pas emrin, del publikisht edhe thot që kjo metodë definitivisht me aktivizimin e medjave sociale është po rrezikohet, edhe ekzistojnë gjosat reale që në oncat që i krijojnë këto dinamikat e medjave sociale mundën me e përmbys. Edhe po gëtë që tash ne jemi një shoqëri, një demokraci e re, edhe me siguri janë përdorur edhe këtë forma dhe mënyrat komunikimit. Por Kthejmë të Mitrovica, nga Amerika në Mitrovica. Për shembull, për me dalë një exit poll i sakt, ose parafërsisht i sakt. Qysh duhet me konë ndarja në përqendrat votimit? Tash mbaret menaxheri qysh e ka sa me për di këtë me thonë, sa ma e madhe që tjetë mostra. Mostra është sigur kirurgu me skalpel që i shkon edhe e merë. Aja mostër do të me pas përfacimin e moshës, gjenis, përkatësis etnike, statusit social. U përmend për shembull lagja Shqipulli. U përmend që ka shumë votues, edhe dihet pak a shumë cili subjekti takojnë. Tash nëse merr anketon qytetar nga Shqipulli, sigurisht ty përgjindja për një parti politike ka më të ngrit, mirë po aty është dihet për kon votojnë, po më duket ishin për LDK-n që po votojshin më shumë, nëse s'gaboj. Qysh duhet me konë që kjo shtrirja? Mundësia e manipulimit është e jashtëzakonshme. Kush e ban këtë manipulim? E ban qaj që organizon, kompanit. Cili është qëllimi i kompanisë? Qëllimi i kompanisë është, unë e thash, në postimin sot që ta kom bojë që ti kom quë. Qëllimi mund të jetë djallëzor, me deviju perceptimin e qytetarëve, me kriju një situatë konfuze tek rivalt politik, një paknatësi, një polarizim, dhe me thonë edhe akte tjera cilat vinë edhe kryojnë një tendosje që na mos të arrojmë se ngërë që 5-6 mujorë që zati ka kryu një loj frustrimin në publik. Edhe exit pollet në një farë mënyre, si me thonë, vetëm kanë hudhë flak ma shumë në këtë farë frustrimi që kanë ndodhë, edhe kjo e ka kryu një perceptim gabuar. Por mu me në ka interesu si është e mundur të 3 kompanit me e huqë. Po kjo është pyetja se, hajde njallë të themi ka gabu, s'ka pas një qëllim djallëzor çfarë po thani. Janë 3 kompani. Kjo ta qënë mesazhin që ne nuk jem ende me ekipe, dhe me thonë, kredibile, me kompani kredibile që bojnë edhe janë zhveshëna pe kësoj areoles ideologjike, politike, dhe me thonë, kjo të shten me mendu që janë të porositura për me kriju që të konfuzion, që të paknatësi. Po të një kompani mund është, po 3 kompani. Po këtu është problemi. Unë po ja adresoj 3-eve. As ma keq kur dalin, se shiko, me ligj është e ndalume. E thash në fillim. Exit polli nuk e din, qofë se exit polli ka fillu, para se me përfundu votimi,
Unë mendoj që kjo është edhe shkelje e ligjit. Jo, kanë bërë, masi janë mbyllë qendrat e votimit në orën 19, kanë dalën për televizionet kryesore dhe kanë dhënë rezultatet e tyre. Atëherë, që ndikimit të votuesit i ka nik ndjekjes së prokurorit, se nëse vërtetohet, unë nuk e di se që kanë përcjellë gjitha televizionet. Por nëse kanë bërë, edhe kjo është, domethënë, është për të ardhur keq, që këto kompani e humbin definitivisht kredibilitetin. Edhe çka është më interesant, me kësi polle në 3-4 par zgjedhje të fundit, edhe nacionale edhe e kanë huq, që të trijat. Po, e kanë pas mundësi për shembull për me huq pak, po për shembull këtu e kem exit pollën, nuk e di cila kompani e ka bërë këta, po për shembull 51.12% Arjan Tahiri, 10% është dallimi, prof. Kjo është gabimi në Mostër. Mos është djallëzia e qëllimshme, po jalo Mostrës. Hajde djallëzin Mostra shumë e rëndësishme, nëse për shembull në Shqipëri që më rëshëm, i ki 1.000 banorë, nëse ti nuk mundesh me hi çdo banori, për shembull edhe me i pyet çfarë qëndrimi ki për cilën subjekt do të votosh. Do të më marr në çat 1.000 banor, do të më marr një Mostër. Për shembull e merr çdo 10-in. Çdo 10 pe vjen 100 Mostra. Edhe ti e ki parafërsisht. Kjo nuk të lunë, por nëse e merr në 50, një mish, 50 Mostra, e ki këtë mundet me deviju. Plus shto këtu edhe atë elementin e autosuggestionit që mund ta bëjë ta ushtrojë ai që anketuesi. Pyetje orientuese i thonë. Për lidhje demokratike ose për PD. Me automatizëm ti po ja çon mesazhin atij që është dashur me votu për këtë subjekt. Sa besoj që në boks së pyetje. Po them, mirë hipotetik. Atëherë ku ka unë po flas për mënyrën që mund të devijoj shkolla e vërtetësisë që mund të na japën finale. Se nëse ti shkon me këtë, plus do të më pas kandidat, ata anketues do të më pas shumë përgatitur, profesional, kompetent, të ushtruar, të trajnuar, të paanshëm, edhe kjo rrit atë shkollën që i thëmë studentët shkollën e probabilitetit, edhe të saksisë, edhe kjo pastaj krijon kredibilitet edhe të kompanit. Se sot neve në mungojnë këtu, në një vend, në një shtet, në një shoqëri që shim ne, ku ende jemi me një demokraci të brisht. Kjo qënë përësia dhe mesaje të jashtëzakonshme, të ndihshme, që perceptimi qytetar edhe këtu humbin kompanit, ata që e kanë bërë dhe këta, për mendimin tim që se nuk kanë etik edhe moral shkencor, ata nuk do duhet mirëshin me këtë zanat. Po, veç po flasëm për disa kompani që janë shumë serioze në këtë fushë, për shembull të njëjtat kompani, për shembull, ja kanë qellu për çdo kompani, po flas për çka? Qëto serioze nuk janë mu. Ja, po flas për kompanitë të cilat janë jo si serioze, kanë bërë sondazhe më hershëm, ja kanë qellu, bile pikërisht Mitrovicën kanë qenë me saksi milimetrike. Unë nuk di. Çdo kompani, për shembull, ky pronari i UBO Consultingit nuk e di. Ky ka thonë që publikisht e kam dëgjuar, nëse nuk ja çolloj nuk jap një diagnozë për qëndrimet sakta të qytetarëve lidhur me votuesin, unë publikisht ka thonë nuk dalë në televizion. Po këtu nuk ka, shiko, arsim, për të marrë me këtë punë, këtu janë shumë të ndihshme, shumë profesionale. Këtu duhet me bë një analizë shkencore, duhet me pas kompetencë, duhet me pas përvojë, duhet me pas kredibilitet, për shkak se ti po luan me kredibilitetin e kompanisë. Sa më i saktë që ti e fiton besimin tek edhe cila kompani e vën në pikpyetje kredibilitetin për një Mitrovic. Ata nuk e vojnë, po e vën publiku, e vojnë une që i marrë vesh, e vën ti, ai tjetri, që kuptojnë. Ata nuk e vojnë, që tu problemi. Edhe kjo është mungesë e përgjegjësisë, se këtu duhet me konë transparente, me pas një farë llogare dhe unë edhe të me konë ndërgjegjshme, kredibile, kompetente, të më thonë, këtu elemente e krijuin që ti moshën, që po themi që mund t'i besohet me besnikëri një kompanie për një problem. Nesër kemë probleme ekonomike, për shembull me i matë trendin ekonomik, ka po shkojmë, se është një diskrepancë e madhe, është të ndodhë shoqëri, janë të krijuar antagonizma të theksuar, shumë të varfër, shumë të pasur. Çfarë po ndodh në mes? Për shembull, ta mundem, nëse si me thonë, një përban që tyne elementeve, ata mund
ta shërojnë këtë farë plagën e deformitetit që huqjes që e bënën me në sferën politike për sondazhet për exit pollet që bënën për këto 3 kompanit lidhur me zgjedhjet që ndodhen. Prof janë, po flasim për 3 kompani që janë serioze në fushën e vet, po që 3 kanë gabu dhe kanë gabu begi shumë. Problemi është a kanë gabu me qëllim, unë e thash. Këtu duhet me bëj tash një investigim shkencor. Me pas një kompani tjetër ose një ekspert tjetër kompetent, s'po them që unë më shku, po dikush tjetër me vlerësu mënyrën, mostrën, kredibilitetin për zgjedhjen e mostrës, çuçi kanë bëu këtu, çuçi kanë zgjedh, a kanë, shiko, këtu janë shumë ndihshme. Ti mundesh me bëu sondazhe, ti bën perfeksion në terren. Mirë po, kur futen ato në kompjuter, në qoftë se ai pronari, që kjo është edhe në sekret publik që dihet, këto ja shpjegoj edhe studentëve. Ti shumë mirë i ki ekipet e John Mostrën në krejt Kosovën, për shkak. Ti din vija trasha kush, cili subjekt ka me fitu. Mirë po, ti në qoftë se të lajmërohet një subjekt, thot, sa ka kushtu këto e në senet që duhet me i thonë, sa ka kushtu, kaq. A më nësh më ma ngërit muë, se më vynë për perceptim, me rrit perceptimin publik. Se perceptim prof se këto rezultatet të kanë dalë, pasi e në byllë qendrat e votimit, që ka të vynë të i perceptimi, mas e ditë rezultatet. Jo, unë po flasë për sondazhe, për exit poll. Për exit poll, po. Këtu duket që kanë gabu, nuk e di atë me qëllim a pa qëllim. Këto nuk mundën me thonë ata vetë, edhe nështë është mirë ata me iftu, nështë edhe mu më thirë aty me ta, me bisedu, edhe me debatu qëto, e keni huq qëllimisht, apo është profesionalisht një defekt profesional, që nuk është punu me kompetencë, nga përgjedhja e mostrës, apo është defektit të mostra, të projekcioni, të perceptimi, apo të qëllimi, që është dashur me kriju një perceptim të deformuar për një subjekt caktuar. Pse ka punë trijat njëjtë dhe trijat në të njëjtën komunë. Për shembull, në për komuna tjera ja kanë qellu. Nuk e di. Këtë nuk e di. Këtë nështë duhet me i pyet ata, se nuk e di pse çfarë qëllimi kanë pas. Por unë jam të fol për një standard që duhet jetë i mveshur me kredibilitet, me profesionalizëm, me përgjegjësi, me transparencë, edhe kjo të bën kompani serioze. Në rast se të hinë shtigjeve tjera që bën qëllimisht e devijon, sa ai që ka bo anketën e nuk e din, për shembull. Ai mund të jetë me naivitet, qofse nuk është i trajnuar. Mund ta bëj me autosuggestion, për shembull ti votova për LDK-n, ose për PDK-n, ose për vetëvendosjen. E orienton pyetjen. Po ti e din më mirë se ti je gazetar, tash ti edhe përvojë dhe din më mirë. Autosuggestioni është shumë e rëndësishme. Edhe ti e bën ato, po mirë, po kur futen në kompjuter, ky që i bën përpunimin e rezultateve, kalkulimin se të duhet me shpejtësi dritë dalin numrat. Kjo ka mungu, që ta du me thonë, kjo ka mungu nxjerrja e rezultate kur janë fut. Atje është pyet qytetari me automatizëm këtu den. Dhe me thonë, nuk ka transparencë. Qysh është një formë kështu elektronika, qysh është kjo që mledhen dhona? Ka shumë mundësi se me algoritëm ti i fut, voton Mitrovic në Shqipël, për shembull 10 qytetar, ti me automatizëm e sheh këtu në televizion edhe ndryshon diagrami, votuan për çit subjekt, edhe ti e shef, e kjo është transparenca, e kjo ka munguar. E pse nuk ka bo, duhet me i pyet pronarët e kompanive. Po. Qysh ndikon kjo se e thënë, jo për exit poll, po për sondazhe që perceptimin e opinionit. Janë shumë të sakta. Po më duket shumë interesant që dikush mundet me pagu të rrejt fillimisht vetën e me pas edhe të tjerë që për shembull me pas një ngritje në një parti të caktuar politike. Po rival politik. Jo, po du me të pyet si sociolog, do më qysh ndikon te qytetar për shembull kur po ndikon, shiko, ajo kompani e djeg veten. Ajo mund të jenë përkohsh me këtu. Se shiko, kur dalin rezultatet Komisionit Qendror Zgjedhor, aty dihet sakt kush sa vote. Do të gjithë drynin këtyre kompanive. Po do të më javnu drynin. S'ka tjetër.
Po për me erujt kredibilitetin duhet me i pas qëtë kritere. Kompanit serioze, se na nuk kemë ende, edhe jem në gjitje të kësaj shkallët, si me thonë. Unë mendoj, si rekomendim, si këshilja kësha dhe unë kolegëve, ka plot kolegë, sociologë, dhe me thonë me qëllimin më të mirë që t'jenë shumë të vëmend, shumë të kujdeshëm, qëfë se dojnë me ndërtu një kredibilitet të kompanisë vetë, me fitu, dhe me thonë, publikun, po edhe ata që jenë të interesu me investigu për një problematik caktuar, qoftë në sferën politike, ekonomika, kudo, do duhet ti shtynë në funksion që ta parametra shkencor, se këtu nuk kjo shkencë, këtu nuk ka shaka. Edhe në momentin kur ti i fut të element, edhe vetë je kredibil, si mbikëqyrës, dhe me thonë i fut gjitha këto elemente, ty dalin rezultatet parafta. Mund të dalin me deviju në shkallë maksimale, plus minus 3 është në onca, por kjo është e lejushme, por ti me huq me 10, me 16%, kjo nuk është normale. Është përthirje edhe nga kryeministrin e detyrë, kryetari i lëvizjes vendosje që të hetohen, ka bërë thirrje prokurorisë që të hetohen këto exit poll-e. Një prokuror, një hetues, çka duhet ketë parasysh nëse nis hetimet për këto exit poll-e? Me thjeshtu krejt, tash është pak jo modest. Prokurori nuk merr vesh fort në këtë punë, po duhet me marrë dikën që kupton. Po. S'po thom mu, le të merr dikën tjetër, ka plot kolegë studenta që janë shkëlqyeshëm. Le të merr, edhe duhet të bëjë një holumtim, një studim ku është shkaktu ky deformitet. Për shkak se prokurori është një farë gardiani i shtetësisë, edhe interesave shtetënore. Ai duhet, nëse ka. Unë thash edhe në prononcimet e mia që 2 ditë jam të marrë me këtë temë, nëse vërtetohet që exit polli është marrë gjatë kohës së votimit, prokurori këtu ka hapësinë sot don me që ka ligjin, brenda javë, është edhe me ligjë zgjedhor, edhe me kushtetut, e gjen njërin prokurori, e din më mirë se unë, edhe mundet me dënu, me sankcionue, me gjobë që kjo kompani kur s'ka me rënë mend më marrë me këtë punë. Mirë po nëse, si thua ti, edhe nështë është e vërtetën prokurorit që nuk ka pas, dhe me thonë, këtë shpërdërime gjatë kohës e votimit, atëhere nuk ka që ka lypë prokurorit. Por, aja që ka e rritë, si me thonë, besueshmërinë në exit poll është aja që të thash në fillim. Transparenca, votimin në Shqipol, në qitë komunë, 1000 banor, votojnë 5 ose 10 votues. Natyrisht, e merë prononcimin anketuesi që është atje. Ai me automatizëm bortet në kompjuter edhe eshe. I mungon transparenca. Dhe me thonë, kur ka transparenca dhe ti si shikues e she, votoj, që shja bën njëjtë sigur KQZ-ja, po KQZ-ja ka pak, dhe me thonë atjerë, është volumi më i madh dhe është shumë vështirë me përcjell. Dhe me thonë edhe shkallën e probabilitetit. Në rastet e këtyne kompanive, këta mundën shumë lehtë, edhe kjo pastaj u arrit çmimin edhe ratingun edhe në publik, edhe në kompani tjera të cilat mirën me këto problematika. Prof, unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Natësia ishte imja. Besoj që do të shihemi edhe hera tjera. Respekt. Shpresoj ju për arsye të tilla, sepse u zgjuar shumë debat sa i përket pra këtyre exit poll-eve. Na duhet përvojë, na duhet, dhe me thonë, me kalu edhe një kohë, me urrit që kjo përgjithësia, transparenca dhe llogaridhja. Nëse kjo është edhe në politikë, po është edhe te këto kompani, nëse i fusin në funksion këto 3 elemente, unë mendoj që kanë me dalë kompani kredibile dhe të besueshme. Të shumë, faleminderit shumë edhe një herë. Respekt. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qendruar në emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.